janë të këqinj. Populli është i mirë. Tani, unë po pyes njeriu më kompetent. Ata janë ne, domethënë ne kemi produkt ata, apo i kemi zgjedhur gabim, ose na e kanë vjedhur ata në pushtetin. Shiko, unë mendoj që ky ekuacion është bivalent, të dyja janë të vërteta. Edhe të dyja janë të vërteta, dy janë të vërteta. Sa qef kisha ti ishe më i prerë. Jo, janë të dyja të vërteta, sepse edhe ata janë produkt i kësaj shoqërie. Ata janë produkti ynë, kaq. Absolutisht produkti ynë janë ata. Çfarë tjetër kemi pse? Tjetra është edhe ndikimi jon mbi ta është nuk është atje ku duhet. Domethënë prandaj është ekuacioni irreversibël, është i kthyeshëm. Ndikimi është reciprok. Shiko, pa diskutim, ata që janë në bordin e shoqërisë, elita politike e vendit tonë, në këto 3 dekada nuk është se ka qenë lucide, nuk është se ka qenë e përkryer, nuk është se ka... Po si mund të jetë e përkryer? Ne nuk mund të zgjedhim president dhe kryeministër John Kennedy, Eisenhower. Nuk mund të zgjedhim Franklin Roosevelt. Ne nuk mund të zgjedhim, po megjithatë shiko, politika është profesion, është dhe mision. Një nga gjërat që vëre unë, për shembull, po të shikoni dhe fushat në fundit elektorale, janë zgjedhur deputet të rinj. Sigurisht, rinovimi i një institucioni politik është i domosdoshëm, apo jo, është për frymarrje. Po ama parlamenti apo ata që merren me politikë nuk hyn në politikë për të mësuar politikën. Po hyn në politikë kur janë politikan. Dhe në këtë kontekst, të them që ne duhet jemi shumë të vëmendshëm në ata që zgjedhim. Do me thënë... Po bërë një kritik për Edi Rama? Për të gjithë, absolutisht për të gjithë. Jo, një sekundë, profesor. Kjo që thatë ju është për Edi Rama. Pse? Sepse nga 74 deputet që ka aktualisht Partia Socialiste, 53 janë të rinj, pra do e mos, edhe prandaj, për shembull tani filloi ajo Akademia e famshme e politikës, që një pjesë prej këtyre tani duhet të ulen që të mësojnë politikën, të mësojnë... Të pëlqen ajo Akademia? Unë nuk e di se s'kam pas rastin që të vetë të bëjnë ndonjë temë ose ndonjë leksion, nuk më kanë kërkuar ndonjëherë, megjithë që në orientim jam koherent me ta, po nuk më kanë kërkuar dhe nuk e di se çfarë bëhet dhe çfarë... Jo, atëherë po e riformuloj pyetjen. Do ishte më mirë që leksionet aty t'jepnin deputetët me përvojë, apo t'jepnin edhe disa profesorë universiteti si puna juaj, sociolog, politolog, njerëz që i njohin shumë mirë teknikën e politikës? Unë nuk e di, zakonisht mund them rru nga i njeri që e shumë ta mund të ketë shkruar një libër, sepse natyrisht e ka horizontin shumë të kufizuar. Aq më pak unë mendoj që profesioni deputetit nuk është profesion empirik. Pra, në qoftë se ti shkon atje për t'ju thënë vetëm çështje militanteske, se si mund të ashtu bashkohemi, të unifikohemi. Unë mendoj që dija është pushtet dhe dijen e kanë ata që dinë. Në këtë kontekst, edhe në atë akademi... Tani prit, më fal profesor, kush ishte ky që është për kë që ka shkruar vetëm një libër? Unë nuk e di se ka nga ata që s'kanë shkruar as i libër, ka prej atyre që... Do me thënë që ata s'din, ë? Jo, nuk e thash këtë gjë. Kur e kisha metaforikisht. Edhe ai me një libër që ke diskutuar shpesh. Edhe ai më ashtu është, po e kisha fjalën që do të ishte domosdoshme që të kishte prania e politologëve, e juristëve të njohur, të shquar që kanë përvojë. Mirë, jurist për shembull është Fatmir Xhafa aty, sa i flet edhe në aspektin juridik. Shumë normale është, normale Fatmiri është. Një autoritet, një personalitet në atë fushë. Është absolutisht. Ka dhe të tjerë, nuk them se parlamenti është i përbërë me njerëz anonim. Ja. Ata që kanë nevojë për kualifikim, për kulturë, do t'i nënshtrojnë kësaj gjë, po ideja ime është që kur i përzgjedhim, ne në qoftë se dija është pushtet, atëherë do të thotë duhet të zgjedhim ata që kanë dije. Ata që kanë dije politike, dije të vërtetë, që janë kulturalisht të orientuar. Shikoni, ne erpasere kemi neveri për njerëz që janë me të meta serioze kulturore, në formulim, në artikulim, në sjellje, në gjuhën e trupit, në të gjitha gjërat. Dhe për fat keq, erpasere parlamenti nga një aul e rëndësishme e intelektualit dhe qytetarit është kthyer nga njerë në një platformë që gëlon me toksike, me toksike. Dhe ato pastaj interferojnë dhe në jetën shoqërore. Okej, ngasmove me këtë profesor. Tani nga 90-ta deri më sot ne kemi 9 kryeministra që kanë pasur qeveritë e tyre, disa edhe nga 2 në 3. Felevin Fatosano 3 qeveri, Pandeli Majko 2 qeveri, Sali Berisha 2 mandate, po Edi Rama është ai i rekordmenit. Madje unë do ta them më saktë, po pak më vonë. Qeverisjet e këtyre 9 kryeministrave, zoti Tushi, i kemi merituar?
Kanë bërë ata atë që duhet bënin? Shiko, unë mendoj që ndërrikimet e tranzicionit janë shumë të vështira. Shiko, kur ndodhin përmbysje të tilla, dikur ka thënë një nga këta kryeministër, ka thënë që të ndrosh sistemi nuk është si të ndrosh këmishën. Është i vështirë tranzicioni, është i vështirë. U fillua me populizëm, u fillua në këtë rast, tamam me atë që ka lexuar një libër me që po të kthejmë që u tha që shiko, asgjë nuk vlen, duhet përmbysur gjithçka dhe do filluar gjithçka nga e para, sepse ai që e tha këtë kishte lexuar një libër që ishte terapia e shokut. Dhe ai libër e shkatërroi Shqipërinë. Shkatërroi gjithë në fundit ajo që duhet ndryshuar ishin marrëdhëniet në prodhim, politika, jo mjetet e prodhimit. Forcat prodhuese janë inerte, janë memece. Mjafton të ndryshosh mënyrën se si do t'i vësh. Pra, nuk do të thotë që duhet prishësh ferma, duhet presësh pemët frutore, apo duhet të shkatërrosh fabrika. Ju besoj keni marrë vesh tani që ajo që u shkatruan fermat, fabrikat, uzinat, që ishin 500 fabrika uzina, ka qenë investimi i shërbimit sekret serb dhe këtë ka pranuar edhe zoti Berisha. Aq më keq në qoftë se ata që kanë zbatuar këtë Jo ka pranuar zoti Berisha, zoti Ngjela e tha në intervistë me mua, ka thënë 500 fabrika dhe uzina të shkatruara dhe $20 milion Shesheli i tha Miloševićit, ku janë tha? Ja ku janë, si e shkatruar Shqipëria. Është vërtet. Këtë e ka pranuar zoti Berisha. Unë po marr vetëm një gjë, po marr vetëm fabrikën fabrikën e llampave në Vlorë. Sapo ishte rikonstruktuar me një vlerë $5 milion. Sa ishte rikonstruktuar? Sa ishte rikonstruktuar dhe prodhonte llampa Tungsram, llampë 1200 orë pune. Dhe në 90-ën fabrika e llampave u shkatërrua, që ishte moderne, u shkatërua krejt. Në thënjësh. Në thënjëshin, se çfarë tash? Jo, në thënjëshin. Dhe ne filluam të merrnim llampa bullgare dhe unë mbaj mend që blinim në shtëpi dhe ato nuk shkonin as 3 ditë, 4 ditë, kurse ajo llampa e fabrikës së Vlorës shkonte 1200 orë pune. Ishte shkatruar fabrikën? Po ne shkatruam. Vetëm ka që u tha që këto nuk janë fabrika komuniste, ti shëmbim, ti shkatroj. Do thënë ne u shkatrua fabrika e llambave se dikush tha që është fabrikë komuniste, do ta shkatroj. Absolutisht. Dhe ju fut populli. Gjitha populli natyrisht u inspiruan se kështu kaq. Po jo, ju fut populli dhe e shkatroj. Patë fabrikën e sodës. Jo, prit rrim këtu një. Po kur bleu llamba pas e bullgare, thanë njëri çfarë bë? Tani ato mësimet që nxjerrin pas mësimit nuk kanë më vlerë. Kjo ishte çmenduri kolektive? Ishte një marrëzi kolektive, është marrëzi kolektive, zakonisht këto janë raste kur ide të caktuara, ideologji të caktuara indoktrinojnë masa të mëdha. Më pëlqeu shumë kjo, përveç fabrikës së llambave, çfarë pe vetë që ke qenë aty vetë do të jetë merruar se si po e shkatronin? Po u shkatruan shkollat, institucionet themelore. Jo, nga këto uzina fabrikat. Atje të gjitha fabrika, sot PVC u shkatrua, fabrika e qimentës u shkatrua, kombinati i konserva që prodhonte Telman, po, që prodhonte vërtet teknologji e vjetër ishte, por i prodhonte konserva, prodhonte të gjitha salcërat e gjërë. Po këtë do të pyesja, mos ajo teknologjia ishte e viteve... Miku im, teknologjia mund të reformojë, mund të përmirësojë, element teknik. Sigurisht, fabrika e llambave mund të ketë pasur 300 punëtor, dhe ajo duhet kishte 100 punëtor, se me 300 punëtor, se siç e dini atëherë në kohën e komunizmit, vendet e punës hapeshin, futu merr, sepse ndajshin 5 lekë për 5 lekë dhe me aq shtyej. Kurse mund të ndryshonte teknologjia, mund të paksoheshin ato, po jo të shkatërroheshin në zero. Dhe sot praktikisht ne nuk prodhojmë, po merr ti fabrikën e telave në Shkodër, ishte tërë për eksport, uzina e precizionit në Korç, ajo e bakrit në Rubik. Se kishe dhe kështu si kombinati i Elbasanit, metallurgjik, që ishte i panevojshëm. Ato pastaj ishin grandomanit. Një bombë bërthamore. Ishin ato grandomanit e Enver Hoxhës dhe politika e tij autarkike për t'i prodhuar gjithçka në vend, ishte një marrëzi. Domethënë imagjino deri do prodhonim traktore, do prodhonim automobile, ku diun mirë që sa dhe për aeroplan, por nuk e kishte ti kapacitetin. Po llamba po. Tela po, konserva po, se ti kishe gjitha, sidomos industrinë ushqimore, ti u shkatrua industria ushqimore, po mi të marrësh ato kompostat, po kompostat e Shqipërisë ishin mrekullueshme. Prodhoheshin që nga Dibra deri Sarandë. Fabrika e çokoladave, si u shkatrua? Ishte një mëkat i madh. A kemi ne, profesor, të trashëguar nga ato 50 vitet komunizmit shoqëria jonë cilësi pozitive? Shiko, unë jam
kundër nihilizmit, kundër shikimit të njëanshëm të sistemit të vlerave në një shoqëri. Sistemi i vlerave, i zakoneve, i traditave janë një koracë fort e cila interferohet nga politika, po nuk mund të deformohet deri në fund prej saj. Pa diskutim, eksperimenti që u bë mbi popullin shqiptar në 50 vjet ishte një eksperiment makabër, i shëmtuar, tragjik, i jashtëzakonshëm. Po ju tregoj një anekdot, një plak, po kalonte Gorbaçovi në rrugë dhe i del një plak përpara dhe i thot, mund të të bëjmë pyetje morbir? Po, mor, i tha Gorbaçovi. Mor, këtë socializmin kush e ka shpikur? Gorbaçovi e kuptoi që mund të ishte një çik me ironi dhe i tha, po, besoj ndonjë politikan do këtë qenë. Po me siguri, tha, politikan do këtë qenë, se po të ishte njeri, këtë eksperiment do ta bënte me minjt dhe jo mbi njerëzit. Në Rusi kjo? Po. Edhe kjo është një anekdot që qarkulloi gjërësisht në ish Bashkimin Sovjetik. Pra, në këtë pikpamje, ai sistem e përçudnoi njeriun, shoqërinë e ktheu në turm, lullëzoi cinizmin, hipokrizin. E urreje, profesor, atë sistem? Absolutisht. E urreje? Nuk mund të them që isha disident, po për shembull fakti që nuk gjatë asaj periudhe nuk pata mundësi të pak në kulturalisht të kisha mundësi të lexoja, të kisha librat e dur. Ata mbarova për filozofi, sociologji, pa prekur një libër me dorë, një libër sociologjik, përjashtuar veprave të klasikëve të marksizëm-leninizmit dhe veprave të Enver Hoxhës, fjalimin Berat, fjalimin e Kosh. Mbaruat sociologji, u diplomuat filozofi, pa prekur një libër filozofik me dorë. Si u diplomuat? Atëre u diplomuam me ato lëndë. Shiko, lëndë kishte atje dhe bëshin, nuk mund të them. Po ishin këto të ndërtrimit? Po ishin këto. E kam thënë dhe herë tjetër, aty nga viti 73, kur isha student, ishte koha që e liroj pak regjimi, atë fillua jo lëvizja e rinis, se ishin këto recidivat e ngjarjeve në Francë, televizjeve të studentëve dhe të klasës punëtore në Francë, edhe sistemi këtu filloi ta zbuste një çik, lejoj edhe abonime. Unë atëherë, me qenë që ishte kështu dhe me që lexoja rusisht, mora një libër që botoi nga Universiteti Lomonosov, Vaprosi filosofi, çështje filozofike. Libra komunist 73. Mora, ishte 160 lek të vjetra, 4 numra, 20 lek. Si ishin pak atëre, 20 lek ishin, nuk ishin pak. Me erdhën 3 numra nga ato, shumë të bukur. Kishte, pra përmend. I ke sot? I kam, po si i kam bibliotekën e Vlorës. Të ndihmuar? Shiko, në atë kohë më ndihmua, sepse edhe aty, për shembull, ne këtu nuk e zinim dot me goj Freudin, Sartrin. Aty ka njohur Freudin dhe Sartrin. Aty kam lexuar për Freudin, për Sartrin. Me optik marksiste. Po pse e hoqi? Sepse në parathënie thoshte Tavarish Brezhnev skazall. Shoku Brezhnev ka thënë. Dhe vetëm për këtë s'duhet ta merrja atë libër me dorë. Dhe ai bllokoi këto libra. Pra ishte një terr i vërtet i jashtëzakonshëm. Kur je zgënjur për të parë nga i regjim, nga i sistem dhe domethënë që kuptove që unë jam zgënjur nga i sistem kur unë fillova të punoja në strukturat e pushtetit vendor dhe të pushtetit lokal në Vlorë. Dhe vitet 80. Në vitet 80 dhe vija re që ishte një parim i përgjithshëm i vendosjes atë që thotë drejtorojit Gomarit Parakalit. Të Gomarit Parakalit. Do në Vlorë vendose Gomari për Parakalit. Absolutisht. Ata që drejtonin ishin me nivele mediokre. Akoma kishte nga ata që ish partizan të luftës dytë botërore që duhet drejtonin në sektor. Akoma ishin në përvende të caktuara dhe ti duhet i dëgjoje me veneracion dhe duhet mbaje shënime nga mediokriteti i tyre. Ishte të mërshme. Po më tregoni një rast veçantë. Po, raste, plot raste. Për shumë, bje fjale, shkonin për të diskutuar një dramë caktuar, me që unë në atë kohë mbuloja sektorin e kulturës. Dhe ata që ishin e prorët e mi të azëm, sigurisht, ata së mundu ishin, dramaturg si isha dhe unë, isha marrë me estetikën e artit që në shkollë dhe kisha një urit e dura për këtë punë. Por të cako isha dhe drejtori teatrit dhe estradës profesioniste të Vlorës. Që që, mirë po, të azëm, diskutoj për një skenë atje, ishte një skenë që këta partizanët duhet të merrnin një familje të bënin për vete, mirë po a ishte në kundur i zotit shtëpisë se një ishte vrarë në luftë dhe shkojnë ta dhe i trokasin. Del vajza në skenë dhe i hap dhe shikon partizanët aty që duhem të takojnë babajnë. Ajo i thot, bab, i thot, karar partizanët, i thot a i në skenë.
O, thot, të lutem, mbyllë derën, thot, ideja, mbyllë derën, mbyllë se s'ja pash hajrin, se i kishte vrarë ideal. Ata partizanët ndënjën aty, binte të borë aty, dhe në mëngjes ai hap derën. Hap derën, shikon partizanët gjysë të ngrirë që po prisnin të atakonin atë. Edhe i fut brenda. Tani, ai që drejton të këtë, thot mua, si ka mundë që thot partizanët të rinë aty, futi partizanët, do të futen brenda. Po tash ky është konflikti, ky është kolizion, më thamë, ti edhe liberoj, një peroj dhe që hapet. Në rregull, kjo solli problemet të jashtëzakonshme. Pra, po që u diskutua drama Si një peroj? Një pi kujt jeni ju? Unë jam një pi herojt popullit Bariam Tushi, është një nga herojt e Topanas, janë 4 herojt që janë vrarë në 18 tetor 42-shit. Xhaxha im ishte 18 vjeç. 18 vjeç. Biri një familje relativisht të pasur. Po? Nxënësi shkollës tregtare, që ishte aty në Vlorë. Në Vlorë qytet, familje qytetare gjithkohon, i cili u lidh me lëvizjen komuniste të kohës, edhe në një moment caktuar, duke kur kthehet nga shkolla dhe aty kishim një portmanto të cilën e kishim dhe ne deri vonë, ishte italiane, ishte e bukur, italiane e bukur. Se ishte në gjendje gjyshi. Edhe vin nga shkolla ky, ishte në shkollën tregtare dhe hoqi xhaketën dhe e vari aty. Gjyshi punonte në atë dyqanin e tij, se kishte dyqan. Kthehet aty dhe ai dhe heq ai xhaketën dhe e vë paralel me të birit. Kur e luajti xhaketën ndjeu peshën, kishte diçka të rëndë. Fut dorën, i gjen pistolet. I gjen pistoletën e thret, thotë, çfarë shkoi aty? Ku je di? Çfarë janë këto? Ti je në shkollë. I thotë ai bab kështu, i thotë jam lidhur me ata. Po ishin krerë kryesor të komunizmit në shkollën tregtare. Shkollë që ka 52 dëshmorë, është një shkollë 52 dëshmorë ka ajo shkollë, se kam qenë edhe mësues 4 vjet pastaj në atë shkollë. A ke qenë atë shkollë? Kam qenë atë shkollë mësues. Dhe i thot ai, babi thot ai, unë jam lidhur me këta, i thot, bëu gati thot ai nesër në Itali, në aparat edhe ik mësosh shkollën në Itali. Ai i thot, babi thot unë kam dhënë fjalën, nuk e bëj. U lidh me ata, më në fund u spionuan, u bën aty në lagjen Topana, që ishte në një kasolle që u bë kala, u rrethuan, është ngjarja nga më të rëndësishmet, dhe u vranë. Më vjen keq, të katërt, 18 vjeç, 16 vjeç ishte më i Iqmet Buzi. Po, Xhaxhai ishte në nxënësi i shkollës tregtare. Mua vjen keq në vitin 1982, kur unë isha në komitetin ekzekutiv dhe mbuloja kulturën dhe artin, muzet, teatrot, estradën, etj, shtëpitë, vatrat e kulturës, del një vendim i byros politike, i firmosur nga Enver Hoxha, në të cilin thuaj që për të përjetësuar aktin heroik të 4 herojve të Topanas, të ndërtohet një memorial në mes të sheshit parabashkisë. Sheshi parabashkisë është sheshi 4 herojve, sepse ata janë vrarë 300 metra më larg aty në lagjen Topana, ti e ke parasysh. Ne filluam atëre të bënim jo bocete, jo kështu që do më thënë tipi i herojve të Vigut, në paka shumë. Po do të bëj një zgjidhje tjetër. Ajo nuk u bë. Pse? Nuk u bë atëre, unë bëra përpjekje atëre shumë të mëdha. Nuk u bë, 82. Kush e pengoi? Zvarritjet burokratike. Një dhe pastaj ishte gjendja financiare. Shikonim buxhetet e kulturës, ishin në rënje, donte një investim. Dhe më vjen shumë keq që ai shesh u transfigurua krejt tjetër tani dhe në një farë mënyrë, po sidoqoftë, unë mendoj që për aktin e këtyre tani s'është më sheshi. Sheshi s'është më, është rikompozuar, ka marrë një fizionomi tjetër, është me një urbanizim ndryshe. Të majtët e kam pasur. Sigurisht të majtët. Pse e tjetërsuan? Tani, të them të vërtetë, nuk di si ta justifikoj këtë gjë, po të paktën, me që kam rastin të jem këtu, them që për aktin e tyre heroik, se në fundit, mua vjen shumë keq që ka nihilizëm ndaj luftës nacional shërimtare, të vetë me një që unë nuk e kam pranuar dhe nuk e pranoj. Ndoshta nga që kam dhe pjesën e gjakut familjes time në të, por sidoqoftë është derisa dhe ti ke shkruar, derisa ata që luftuan ishin në krahun e dur të historisë, tani Xhaxhai im nuk e dinte që këtu do vinte diktatura komuniste. Tani po të them dhe një tjetër të bukur pak me Xhaxhain. Ai dha gjakun e vet, dha jetën e vet. Po pra, do të them dhe një tjetër. Në 42-shin ngarkohet shkon në fshatin nga kishte origjinë, fshati Vërmik, një nga fshatrat më të thellët të Labërisë.
shkon atje dhe mbledh burrat e fshatit të Rapi. Mblidhen edhe të Rapi edhe ju thot atyre, unë kam ardhur këtu, thot që tu them se ka ardhur Italia, na ka pushtuar në Vlorë dhe ka ardhur të na bëj gratë dhe nëna tona. Këtë Shqip. Nuk u tha as për Marksin, as për Leninin, as për Enver Hoxhën, as për Partinë Komuniste. Janë gjallë. Një pjesë kanë vdekur të atyre që ma kanë treguar këtë gjë. Na tha që kanë ardhur të na bëjnë gratë dhe nëna tona. Si thoni? Çfarë thanë ata? Pushkën edhe u angazhuan. Se po të na kishte thënë ta që do vim për komunizmin, për Enver Hoxhën, për Marksin, nuk do lëviznim ne për këtë gjë. Kjo ka gjë. Dhe edhe një histori tjetër në vazhdim të kësaj, në vitin 92, të thash isha kryetari Partisë Socialiste, vështirë shumë, 91-shin, situatë të merë si ishte vështirë, që kishte raste kur i thoshe vetes. Do të thonë ti pas ke qenë kryetari i Partisë Socialiste në Vlorë, atëherë kur të gjitha kanë praktikë? Ishte vërtet. Kjo është e vërtet. Po ç'do, si u angazhua? Unë kam qenë shok me Fatosnanon, Kishe shok me Fatosnanon? Po, shok, në shkollë, kemi fituar të dy vendin e parë në një